Andaj një njeri te Imam Ahmedi. Kush ishte ai? Ai ishte xheladi, ai i cili e kishte rrahur me kamxhik Imam Ahmedin. Te dera, doli djali i tij Abdullahu, urdhëro, tha kam ardh me kërku falje. Imam Ahmedi me ma bo halal. Çka me të bo halal? Që e ke rrah në burg, për gjitha ato kamxhik në burg, për atë padrejti të madhe, tha kërkoj prej babës tanë që të ma ban halal. Hini Abdullahu, mirë po, si do të ban halal? O baba im, ka ardhë filani, ai i cili të ka qëlluar kur ke qenë në burg. Çka kërkon? Kërkon falje prej teje, kërkon me abo halal. Tha dil edhe thuaj, halal e ka, subhanallah. Abdullah tha, o baba im, a ka që let? Bash ashtu thjesht, fale ka. Tha, a nuk e ke dëgjuar ajetin ku Allahu Azza wa Jall thot, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. A nuk e ke dëgjuar që Allahu ka thonë kush fal dhe përmirëson, shpërblimi i tij është te Allahu.